sa herë përmbytet Shqipëria, ata që kanë përgjegjësinë për të na qeverisur justifikohen me fenomenet ekstreme të natyrës. Po, njeriu ndryshe nga kafshët është i zoti përmes organizimit, shkencës e teknikës që të bëj ballë efekteve të natyrës. Prandaj shoqëritë moderne investojnë në infrastrukturë, në drenazhim, kanë urbanizëm, planje të mirëfillta urbanistike që të menaxhojnë hapësirën, njerëzit, ndërtimet, ujërat, zjarrin e gjithçka tjetër. Po lexoja dy shkrime sot të dy ekspertëve të lëvizjes bashk, urbanistit Artan Kacani dhe inxhinierit hidrik Lambion Dimitri, të cilët shpjegonin me detaje përmbytjet e vazhdueshme dhe gjithnjë e më të dëmshme të qytetit Durrësit. Bie fjala, në vitin 2025, pikërisht në këtë vit, Bashkia e Durrësit krenoi se kishte mbyllur përfundimisht kanalet e kullimit të Kodrës, të ujërave që vinë nga Kodra e Durrësit. Nga ana tjetër, ndërtimet pa kriter, kullat e gjithandejshme kanë shkatruar e nxjerr jashtë funksionit kanalet dytësore. Me qëra fjala, një nga rrugë apo grykderdhjet natyrore të ujërave të qytetit Durrësit ka qenë në Porto Romano, aty ku oligarku Shefqet Kastrati e ka bllokuar këtë rrjedhë të natyrshme ujërash për të ndërtuar portin e tij ekskluziv edhe privat. Po ashtu betonifikimi i qyteteve, pra shtukja e hapësirës së gjelbër e ka pamundsuar, na thonë ekspertët, drenazhimin apo infiltrimin e ujërave brenda për brenda tokës për ta bërë më të menaxhueshme ujin pastaj që mbetet në sipërfaqe. Tani të gjitha këto probleme nuk kanë shkak thjesht natyrën. Po, nëse do ishim shoqëri kafshësh, do t'i nënshtroheshim natyrës. Këto probleme, përmbytja e sa shtëpive, po jo vetëm Durrës, pash pamje vërtet dramatike edhe nga Gjirokastra, tregojnë se pushteti në të gjitha nivelet, qendror dhe lokal, është fund e krye i komprometuar, i korruptuar, i paaft, mbushet administrata në vend profesionistëve që kanë gjithnjë më pak zë, me patronazhist. E nga ana tjetër jepen leje ndërtimi e betonifikohen qytetet për interesat e oligarkëve dhe të krerëve të organizatave kriminale që pastrojnë para pa pyetur, as për plan urbanistik, as për qëndrueshmërinë e qytetit dhe sigurisht as për fatin e qytetarëve.